Të gjithë ata që mundohen në një mënyrë atjetër, të imponohen si të iluminuar, të imponohen që kanë lexuar, duhet ta kuptojnë se lëvizja bota shqiptare, imami i shqiptarëve Tim Shkupi, është ai bashkë me shokë që e ka kthy pikën 180 shkallë. E ka kthy mbrapa te amblema e rilindasve shqiptar, feja e shqiptarit është shqiptaria, dhe kur të gjithë të tjerët e harruan, duke përfshirë në rend parë politikanët dhe pastaj edhe intelektualët, duke lënë hapësirë për manovrim në opinionin publik të anti-shqiptarëve, të atyre që nuk ja kanë deshtë mirën shqiptarisë, ditën kur u ngrit flamuri i shtetit shqiptar në Vlorë, e deri në ditët e sotme.